Përshëndetje miq, duke u falendëruar për mbështetjen tuaj gjatë sezonit të parë, rinisim sezonin e dytë të podcastit Nga t'ja nisim. Me ne sot është Klodi Toptani, njihet si gruaja e hekur që ka rivitalizuar Kalanë e Tiranës, por ne sot do ta njohim më ndryshe me një bisedë më të ngrohtë dhe më të thellë. Klodi, faleminderit shumë që pranove ftesën dhe je me ne sot në podcast. Falenderoj unë në fakt. Vetëm respekti dhe ajo çfarë unë ndjej për ty është që unë jam sot tu, sepse me thënë drejtën unë i kam ndaluar gjithë daljet e mia publike për një periudhë të caktuar. Ka një arsye. Por ti e di që unë kam shumë gjatë. Të uroj të jesë të mbar, patjetër kjo pjesë e dy, nuk diskutohet sepse aq e mirë sa ti je dhe atë energji që ti ke, sepse unë të njoh prej vitesh dhe të njoh nga afër. Edhe më vjen mirë që realisht bëhen gjëra kaq të mira, jo vetëm për ne, sepse ne e njohim njëra tjetrën, po për të përcjell tek të tjerët atë çfarë ne jemi. Në fakt mua më thojnë shpesh grua e hekurt, po me thënë drejtën unë jam aq e brisht sa dhe aq e fortë. Jam e brisht për gjërat që me vërtet për mua kanë vlerë dhe jam e fortë për gjërat që me vërtet unë nuk toleroj që të më preki njeri. Njeriu në jetë ka disa gjëra që janë shumë të rëndësishme, siç mund të jetë prona e kësaj familje. Unë vi vetë nga një familje që prindit e mi kanë pas shumë prona, babai vet, por që ne nuk kemi marrë me to sepse nuk janë në Tiranë. Por jam marrë prej gati 30 vjetësh, 28 vjetësh me pronat e familjes Toptani, që ka qenë një rrugtim i tmerrshëm, një rrugtim me shumë durim, dhe unë mendoj që këtë gjë ma ka dhënë vetëm forca tek Zoti, tek Allahu, sepse ka qenë një peripeci shumë e madhe për të arritur këtu ku jam sot. Ka shumë njerëz që thonë ua si ja ke dalë, ose ka shumë njerëz që thonë sa me fat është kjo. Në fakt unë mendoj që fatin ne e bëjmë, fatin ne e kërkojmë. Mua nuk ka ardhur asgjë nga ajri. Domethënë unë gjithçka e kam prek vet, gjithçka e kam ndërtuar vet. Te Kalanë e Tiranës unë kam lidh kontratë si përmarrje me pronarët e Truollit, që patjetër janë pjesë e familjes time, sepse më është dashur që këtë pronë mos ta çoj tek të tretët, që do të thotë tek një firmë tjetër ndërtimi. Pra është e vetmja në zonë që është fiks e familjes Toptani. Kalaja e Tiranës. Kalaja e Tiranës ka pas një rrugtim prej shumë vitesh, por unë nuk dua të cek këto gjëra sepse pak a shumë i kam prek nëpër intervista të tjera. Sot do të bëj një intervistë ndryshe ku njerëzit të më njohin ndryshe atë çfarë unë kam brenda, atë çfarë unë jam në të vërtetën në fakt, sepse Kalaja sot flet vet. Nuk ka më nevojë që unë të krijoj një panoramë të Kalas ose të krijoj një iluzion të Kalas, sepse ajo xha është, njerëzit e kanë prek, njerëzit e jetojnë, unë e prek, ne jetojmë të gjithë. Dua të prek vetëm një moment, neve tashmë prej 4 muajsh kemi hapur hotelin brenda Kalas së Tiranës, që është shtëpia ku kanë jetuar të parët. Është një hotel fantastik. Mendoj që është një gjë e veçantë, është një gjë e rrallë, nuk ka një gjë të dytë sepse është bërë nga ne, nuk është bërë nga arkitekt. Është prekur çdo gjë me dorë, është e gjitha e bërë e stilit pjesës së stilit barok ose të viteve më përparshme, çdo gjë është e vjetër. Është ruajtur identiteti i shtëpisë si ka qenë. Domethënë shtëpia nuk është prekur, e para herë është monument kulture, kjo nuk diskutohet që nuk preke, por ka një gjë shumë të veçantë sepse brenda shtëpisë është muri i Kalas. Pra në një nga dhomat, që është suita madhe, gjitha muri është muri i Kalas, ai muri i madh i vjetri. Nuk është prekur, është, domethënë është lënë siç ka qenë, pikërisht për t'i treguar vlerën e kohës. Në fakt ne sado që ecim përpara gjithmonë ruajmë rrënjët tona dhe identitetin ton nga se kemi ardhur, dhe kjo është shumë e rëndësishme, kjo është nga vlerat që ti e ke ruajtur me shumë fanatizëm dhe duket shumë qartë kur kalon komplet në Kalanë e Tiranës. Për mua personalisht më pëlqen shumë edhe siç e the dhe ti flet vet ajo vepër, nuk ka nevojë që ne ta komentojmë më. Mua më pëlqen shumë edhe disa elemente që kur kalon te Kalaja që vërehen, besoj kushdo që ka kaluar i ka vënë re, që janë ujë i pishëm për shembull, që është fakt. Ajo në fakt është zona e aktiviteteve që ti e dhuron me shumë dashuri për njerëzit të cilët kanë nevojë, për shtresat e nevojë, për fëmijët me autizëm. Dhe kjo është një gjë shumë fantastike sepse në fakt neve flasim gjatë gjithë kohës për monumente, por monumenti në fund ditës është një vepër fizike, por dashuria, shpirti që ne i fusim në të e bën të veçantë. Dhe prandaj Kalaja ka një gjë shumë të veçantë. Duket sikur je në shtëpi tënde kur kalon aty. Edhe fakti i dy dyerve të hapura që duket sikur kalon në shtëpinë tënde. Edhe duket sikur po shkon në shtëpi. Duhet ta nis nga uji. Ka një arsye pse është uji.
më thënë, një njeri që beson e di shumë mirë se çfarë do të thotë ai u i pishëm sadakaja e rrjedhshme. Kjo është gjëja e parë. Gjëja e dytë, pa diskutim, ato dyert janë lënë për një arsye, për treguar që kjo familje e madhe, Tirancit e kanë zemrën e madhe, me thënë drejtën, kanë pritë dhe kanë përcjell pafund. Dhe unë mundohem me aq sa kam unë mundësi të ruaj, sepse jo gjithçka e vjet të ruhet, sepse prishet me kohën, po dhe është dhe, domethënë duhet të ruash gjërat që kanë vlerë, jo gjërat që nuk kanë vlerë. Prandaj ato dyert janë lënë atë formë që janë gjithmonë hapur për t'i treguar zemrën e madhe të familjes Toptani, po dhe çdo familje tiranëse, se me thënë drejtën, janë njerëz të butë, janë njerëz të paqë, janë njerëz të mirë. Pjesa e ambientit ku ne kemi lënë, që juve e cekët, pra ne quajmë pjesën e eventeve, pa diskutim në këtë botë të gjithë kemi nevojë për njëri tjetrin. Në një moment caktuar, qoftë edhe për një kafe, momente që ti je pak e ngarkuar, po qoftë edhe për ato gjëra që ne bëjmë tek Kalaja e Tiranës. Kalaja nuk do mbyllet kurrë, pra jo vetëm sa ti je mondial, po sa Kalaja të jetoj, që mendoj që do jetë me shekuj, sepse ashtu ka qenë dhe ashtu do ngelet. Pa diskutim do ketë vend për gjithë, për ato njerëz që me vërtet kanë nevojë dhe neve do jemi mbështetje sa mundësi dhe fuqi kemi. Kjo është një gjë shumë e bukur. A ka diçka në një projekt ose në një diçka që ti ende nuk e ke realizuar nga vizioni jot fillestar për Kalan? Fillestar jo. Projekti i fundit ishte hoteli, po ka qenë që në fillim, po normalisht deshte kohën e vet për shumë arsye, edhe nga ana ekonomike dhe gjitha nuk bëhen dot. Pra duhet punosh që ti të vazhdosh edhe të ndërtosh ose të rivitalizosh ose të bësh gjëra të tjera. Te Kalaja nuk ka asgjë, domethënë ne kemi, siç e kemi projektuar ashtu është Kalaja. Patjetër që kam projekte, se unë jam person që nuk rri dot. Unë mbaroj gjë, bëj gjë tjetër, por vetëm kam një gjë që e kam, domethënë që e kam të shenjtë. Bëj gjithmonë ato çfarë unë mendoj që arrit ta bëj. Pra nuk futem në gjëra që nuk di të bëj, sepse e di që do dështoj, jo se s'kam provuar, po provoj deri sa unë mendoj që e kam fuqinë edhe për ta rikthyer gjendjen, po dhe mos prish gjërat e tjera. Kjo është shumë e bukur në fakt, të ruash limite, ta njohësh veten deri ku e ke limitin, e kam për limitin edhe kornizën e kam shumë të shenjtë, sepse dua të jem gjithmonë aty ku unë dua. Pra të mbaj edhe nëse bi, mund bi vetëm i shkallë, sepse ne ashtu jemi ngret, pra nuk jemi ngret me katapultim, po që është shumë e rëndësishme pak, se në fakt duket sikur suksesi vjen kështu në mënyrë bombastike, vjen nga sot nesër, por në fakt shumë pak e din që ti ke një histori dhe nga familja jote. Nuk është se gjërat erdhën nga sot nesër dhe ke një trashëgimi ndërbreza. Fati im i madh është që unë jam rritur me gjyshet. Kam pas gjysh të shkëlqyer. Jo se janë gjyshet e mi, unë kam pas pikë të dobët gjyshe nga babai, pra babain e babait tim, edhe gjyshen nga mami. Nana, ne i thonim nana. Ka qenë një grua e cila nuk mendoj kur për tjerët, po ka punuar gjatë gjithë jetës vet për të na shërbyer ne të gjithëve. Nga fëmijët e vet, ke nipat, ke mbesat, ke gjithë me radhë. Kurse gjyshin tim, që ka qenë një njeri i shkëlqyer jashtëzakonshëm, Aqif Dibra, ai përveç se pati një histori që e futën burr, ka bërë 3 vjet e 9 muaj jetuesi, ka qenë një periudhë shumë e vështirë për familjen time, po gjyshja ime nga Gocbeu arriti të shiste hurmat e shtëpisë, sepse ashtu ishte regjimi, por gjëja që mua më ka shenjuar dhe atyre nuk i morën kur dinjitetin. Gjyshimi ishte një person që dinte 7 gjuhë huaja, kishte mbaruar në Itali, dhe pse vinte nga një familje që serbët ja kishin vrarë gjithë familjen e vet, flente në xhami, flente në xhami dhe punonte tek një familje, familja Pilku, që unë gjej rastin ti falenderoj. Biles ato kanë një korrespondencë me gjyshin tim, sepse aq njeri i mirë ishte dhe aq mirënjohës ishte, sa dhe kur ishte në Itali ai shkruante letra ku falenderonte atë familje që për atë kohë ato i kanë nejtë dhe i kanë shërbyer. Ka qenë një njeri i rrallë, unë nuk mbaj mend atë njerit këtë bërtitur kur, mbaj mend një portret të jashtëzakonshëm, i buzëqeshur, që neve fëmijëve na falte një qetësi të jashtëzakonshme. Më ka lënë gjurmë fakt një moment, gjyshim ka pas shok të ngushtë doktor Roqin dhe para disa muajsh më merr nipi doktorit në telefon, ishte ditë e dielën, isha me motrën time, me thënë drejtën unë ndjeva shumë mirë. Dhe të mora tha dhe më tha, a jem Besa Aqif Dibrës, sepse tha babai më ka thënë tha që ajo zonja tha që ka ndërtuar Kalan e Tiranës është Besa dhe s'kishte si ndodhte ndryshe. Ma besoj që është një gjë shumë e mirë.
sepse rrënjët thrasin, ndoshta në një moment kur ne krijojmë një lloj maturie në moshë, sepse nuk mund të them që 20 vjeç ti kërkon gjyshen e ditë me radhë, por un kam pas fatin ti kem edhe jam rrit me to, po kur ti fillon dhe piqesh, krijon një lloj maturie, mendoj që vjen ai momenti që ti kërkon pak më shumë të dish nga familja jote, po jo nga kjo e afërta, po ajo që rrjedh pak më tej. Rrënjët e tua. Edhe mendoj që është gjë shumë e mirë të dish nga vjen, sepse ti nuk gabon pastaj. Pra ke një motiv për të ecur përpara, për ta lartësuar atë mbiemër, atë emër, ata njerëz që kanë shenjuar ke ty, atë edukat, atë respekt, atë mirënjohje, që për mua kanë qenë vlera. Por me thënë drejtën kam pas fatin e mirë, unë jam rrethuar gjithmonë nga njerëz që më kanë falë shumë dashuri. Dhe duket sepse ti transmeton dashurinë aq natyrshëm dhe gjithmonë je qeshur. Unë mendoj që është e brëndshme. Nuk vjen asgjë që unë kam të artikuluar sepse duhet ta bëj ose ta kalkuloj se duhet ta bëj. Kur nuk ka ndodhur kështu. Domethënë unë gjithmonë jap atë çfarë un kam brenda, si jam dhe çfarë un kam transmetohet. Në momentin që ti e bën jo natyrshme, por e bën le të themi pak të sforcuar, ajo transmetohet. Patjetër. Ti prandaj them çfarëdo gjëje që ti mund të jesh duke kaluar, që ti cekim edhe pak më vonë. Ti je gjithmonë e qeshur dhe shumë pak njerëz. Ka një arsye. Ç'është kjo arsye? Është forca që kam besim i madh që kam Zot. Sinqerisht gjithmonë e kam pas rrugën e hapur në një moment caktuar, se si është rrotullu bota, gjithmonë e kam pas atë dritën e jeshile. Sinqerisht, gjithmonë e ke ndjer dashurinë e Zotit? E kam prek shumë shpesh. Nuk e kam ndjer, e kam prek. E kam prek në momente të caktuara, ka qenë një moment për shkak kam lind djalin e vogël. Ka qenë një moment shumë i vështirë, lindje shumë e vështirë, gati vdiqa dhe unë edhe djali, që të dy shpëtum. Zoti ka thyr pema, sinqerisht i ka ra makinën sipër, makina nuk u prish. Dhe mbaj mend shpresa Toskën, kryema mia ka qenë atko, që ka qenë një grua e rrallë, lagte buzët me ujë, se ishte realisht shumë e vështirë si lindje. Më tha tani do lindesh tha, se Zoti i dha sikletën pemës. Unë kam pas shumë momente që jam diagnostikuar me smundje të keqe, me tumor në mbi veshkore, ka qenë një moment pak muaj para se unë të hapja kalan, ishte moment shumë i vështirë, me thënë drejtën, sepse nuk i kisha gjërat ashtu siç duheshte. Fëmijët ishin vegjë, nuk ishte hapur akoma, domethënë starti është shumë i rëndësishëm në një biznes. Nëse ti e nis mirë, patjetër ngrehet mirë, është shumë e vështirë pastaj ta ringrish nga fillimi, nuk bëhet. Po dhe gjërat e mëdha kërkojnë shumë përgjegjësi. Kërkojnë përgjegjësi mund. Madhe të suksesi aq më e vështirë është edhe ditën që kam marrë vesh që jam smur, me thënë drejtën, kam pas një shpërfytyrim të tmerrshëm që kur kam pa veten pasur nuk isha unë nga dhimbja. Ditën e dytë kam qarë, nuk e mbaj dot vetëm, ditën e tretë tash, Klot, jepi vetes sepse nuk ka shans në botë që të ndodhi asgjë. Dhe për atë Zot që është nal, kur në asnjë moment dhe kur kam më operu, kur nuk kam menduar që unë do ndroje. Asnjë moment. Do më tregosh pak për momentin e parë, sepse ne faktikisht jemi edhe në muajin e tetorit roz që njihet për shumë gra dhe vajza dhe numri faktikisht është rritur në mënyrë drastike, jo vetëm për kancerin e gjirit, por edhe për lloje të ndryshme të kancerat, fatkeqësisht në kohën që ne po jetojmë. Kemi patjetër një person të afërt që është duke kaluar një sëmundje të tillë. Është sëmundje që me vërtet është e shekullit. Është e shekullit, po është edhe sëmundje që të lodh shumë. Të lodh shumë mendërisht, fizikisht, ekonomikisht, do shumë para, do shumë mund, po do një forcë mendoj shumë të madhe. Unë për shkak të forcën unë do të them eksperiencën time. Okej, atë shembet realisht bota kur e merr vesh si lajm si ka ndjesia. Shembet. Mu jo bota, po mu më shembet edhe nën toka, sepse isha ndoshta në një pozicion, isha 38 vjeç në atë kohë. Sa po hapja kalan, kisha kredira, gjëra. Domethënë ishin shumë faktorë që me thënë drejtën nuk di se si do t'ia dilnin fëmijët, nuk kishte problemi. Do ti mendove për të tjerët, jo për jetën tënde që po të kalonte dhe ishe shumë e re në këtë moment. Njerëzit thonë që mua më ka kaluar jeta para syve, mua nuk më ka ndodhur kështu. Ndoshta ka qenë periudha shumë e vështirë imja dhe kisha gjëra, domethënë që duhet i mbyllja, nuk e di këtë gjë. Mua nuk më ka kaluar jeta, po unë nuk kam menduar që do vles. Asnjëherë. Jo, asnjëherë. E din, po të pyetësh asistentët e mi punëtorët, njerëzit që mund kanë rrethuar ato njerëz që mua që unë nuk di se si do t'i falenderoj, nuk e di a do kem jetë t'i falenderoj, sepse kanë qenë ato njerëz që mundsun që unë t'i kanë në Itali, sepse ekonomikisht nuk e kisha të mundur në atë kohë, se mendosh isha në investim. Kupton, kishim 3 vite që ne punonim 3 tunç në Kala. Edhe sa do të ishin të ardhurat edhe kredita, që ishte mundësia, sa dhe kolateralet ta që ishin për tënë. Po dhe operacione ka qenë shumë i vështirë, apo jo? Ka qenë shumë i vështirë, ishte operacion në mbi veshkore që është deke prurës, do të mbi veshkoria dhe pankrasi janë shumë të rënda
në diagnostikim. Domethënë që kur i thu, nuk del kurrë mirë dhe nuk doli në fakt, por që se di. Pse dole? Dola sepse doktori tha kështu kur un kam dal nga operacioni. Tha goca ka shpëtuar tha për 1 sekond, për 1 minutë, për 1 orë. Dhe unë mendoj që vetëm Zoti ka qenë atë kohë kur ka dashur unë të jetoj. Pastaj janë njerëzit, është një nga gjërat më të rëndësishme që ty të duhet në atë moment. Unë jam operu dhe doktori më thotë që ti duhet dalësh, duhet të ecësh, po operacioni ishte shumë i vështirë, barku ishte komplet i çarë, ishte operacion goxha i madh çarë. Edhe ishte i kapur me kapse hekuri, kështu si të fortë. Ato dhimnin sepse ai donte që të më mbyllesh të shpejt, po dhimi ishte shumë e madhe. Ma beso, unë kam dalë nëpër dyqane, ulesha kur gjeja një stol, një gjë se nuk rria dot, kishte dhimbje shumë të madhe, me thënë drejtën, dhe blija dhurata, blija gjëra, po. Dhe kur kam marrë këtu, më thonin, ti nuk je mirë, unë jam mirë, i kam buzëqesh jetës. Kam parë që, shiko, edhe ndoshta ajo kapsja flokëve që ti mund t'i blesh dikujt që e bën qeshi, që lumturon e gëzon. Po jep një mesazh i jeta shumë e bukur. Neve harrohemi sepse na merr rutina, na merr vrulli. Jo se ne nuk duam të jetojmë, po ti je detyruar sepse ti ke për të rritë fëmijët, ke detyrimet. Janë gjërat që ty të duan, ke prindrit, sepse prindrit kanë nevojë për ne në një moment kur ne rritemi. Pra janë gjitha këto gjëra që ty të bëjnë të vraposh. Jo se ti nuk do të jetosh, po ti nuk mundesh, sepse të duhet të sistemosh ekonominë tënde ose jetën tënde dhe veten tënde ti e harron. Gjithmonë ka zakonisht, sidomos në gratë shqiptare, historia ka treguar që veten e vetë ka lënë pas dore. Në fakt, nëse gruaja është forcë shumë e madhe në familje, është në rregull dhe unë mendoj që nuk ka është rregullatori më i mirë i familjes. Nuk ka, çdo gjë rrotullohet ke gruaja, ke femra. Po, ke femra. Ke nëna, sepse fjala nën pastaj është shumë, po unë mendoj që femra në vetë Zoti e ka përzgjedh me shumë faktorë. Unë jam shumë e lumtur që jam femër, se më kanë bërë njëri pyetje që a do kishe dëshirë të ishe më? Jo. Nuk do kisha dëshirë. Jo, nuk do kisha. Jam shumë mirë kështu siç jam. Sepse ka një arsye pse Zoti ka zgjedhur që unë të jem femër. Jo, shpeshherë për shembull thonë njerëz në diskutime që është shumë e dobët, shumë e brisht, po në fakt a ka më bukur se të arrish të përjetosh ndjenja njerëzore dhe unë nuk e di a është e dobët, a dhe është e brisht, sepse po të provosh dhimbjet e lindjes, nuk besoj se mundet një mashkull. Me shkencë një mashkull nuk do i përballonte dot. Që unë mendoj që femra patjetër që është e brisht sepse është vetë natyra e femrës dhe ka bërë Allahu që kjo të jetë kështu. Po ta prekësh aty ku s'duhet, ma beso që emra pastaj kthehet më shumë se sa 10 burra tash. Kjo ti ke 2 çuna? Po, kam 26 madhe edhe 22 të vogla. Je besoj si shoqe me çunat. Me thënë drejtën, i kam shok, i kam shumë të mirë. Si a je nën autoritare? Kam qenë. Okej. Nuk jam. Në çfarë momenti je në shoqe? Unë nga problematikat e pronave normalisht kemi pas përplasje shumë të mëdha gjatë gjithë periudhës të ndryshme. Fëmijët e mi janë pinjollët e vetëm të gjithë fisit toptani. Dhe kam pas një problem në një moment të caktuar me djalin e madh, ku ma kërcënu, dhe aty pastaj kupton se çfarë do të thotë ajo femra but. Kthehet, nuk e di se si kthehet. Nga një moment deri sa ato u poqën, pra unë kuptova që fëmijët e mi e kuptuan çfarë është e mira dhe e keqja, kam qenë autoritare, kam qenë gjithmonë shoqe. Kam ndihmuar shumë që ato të shkollohen, që ato të jenë njerëz. Domethënë një nga gjërat që unë i kam lënë si këshill, i kam thënë, kushdo që ju të bëni, qoftë dhe president dhe kryeministër, nëse ti nuk je njeri, për mua nuk je asgjë. Dhe realisht fëmijët e mi, shoqëria ime të paktën e thon ose njerëzit që i njohin, jo se janë çunat e mi, po janë fëmijë të rritur me shumë dashuri dhe janë ato fëmijë që dinë të ndalojnë, dinë të mendojnë për të tjerët pastaj për veten. Ndoshta kjo është dhe genetike, pa diskutim. Si të ndodhin ndryshe, që kanë pasur prindërit e mi, kështu vazhdojmë ta kemi edhe ne. Por ndonjëherë nuk i dihet, e kupton, domethënë të duhet, unë mendoj që koha që ti kalon me fëmijët është gjë e rëndësishme. Kishë mesazh shumë i bukur se sot në fakt nga konsumimi. Ti mendon se ke bërë 2 lekë dhe mendon që duke i dhënë para, jo, ke mua nuk ka funksionuar kur kështu. Unë dhe kur punoja nga Kalaja, i kam marrë një mësuese private sepse nuk i ndiqja më kalamajt që të mësonin dot, se i kisha të pamundur se ne punonim 3 turne, sepse natën vinin produkte që nuk lejoheshin për ty në Tiranë para dite dhe pas dite, dhe mund duhej të rian punë, sepse normalisht vinte policia, vinin kontrollet të ndryshme, dhe unë kam marrë mësuese private që fëmijët e mi mos binin nga mësimet.
Përveç kësajt i kisha parasyve. I mbaja ke kalaja në punë për të kuptuar që mos më ikin, sepse në momentin fëmia kupton që ti s'ke kohë se ke vëmendje. Në atë moment është momenti më i tmerrshëm që mund të ndodhi dhe mund të bëhet ataja, dhe ndoshta mund ndodhte pastaj një gjë që nuk rikthehesh te më. Pastaj kam bërë një gjë me shumë men që ditën e premte kur të nesërmen ata nuk kishin shkollë të shtunën, unë i maja deri vonë te kalaja për t'i treguar që parat dhe djersa nuk vjen kështu nga rastësia. Pra ajo që ti thënë, ti nuk bëhesh i famshëm në një ditë. Patjetër. Flas në ato që ka ndodhur shumë e bukur kur e shikon nga jashtë, por nga brenda të gjithë njerëzit që janë në të tillë rrugtimi, patjetër që kanë sfida. Unë mendoj që nuk ka pasuri më të madhe se sa ti të rritësh fëmijë të denj për familjen e vet dhe për komunitetin. Por edhe fakti që ti citove që e ke marrë në punë që të mësohen me edukatën e punës, të mësohen, të shikojnë se si punon familja. Çunat e mi merren tani me punë. Domethënë çuni i madh ka 4 vjet që ka një biznes të vetin kala. Unë i marr qira për t'i treguar që shiko se ka qenë në fillim kështu? Që në fillim ka qenë kështu për ta mësuar. Jo për t'i marrë qira në fëmijës tim, po për ta mësuar, sepse sot mund të jetë tek mua, por nesër mund të marrin në një vend tjetër, një ambient. Dhe atij ti duhet të kuptoj se si funksionon biznesi. Kjo është një këshillë shumë e bukur sepse djali i vogël në hotelin, edhe ai ka pas një biznes të cilin e mbylli sepse i duhet të merret me gjërat e tjera. Pra fëmijët e mi janë punë, janë me mua non stop 24 orë dhe kuptojnë se si bëhet dhe se si duhet të bëhet. Pra forma që ka kalaja, se si menaxhohet hoteli, se si menaxhohen gjërat e tjera dhe se si ato mund të bëjnë para të tjera ose biznese të tjera mbi ato çfarë un kam bërë. Ky është një mesazh shumë i bukur në fakt, sepse kur je e jashtëm mendojnë që fëmijët e njerëzve që janë, le të themi, në kushte ekonomike më të mira, kanë më shumë mundësira ose lihen përkëdhele më shumë, termi duhesh përkëdhele më shumë. Ke mua, jo se unë nuk du fëmijët e mi, se ato janë bota ime. Jo, në fakt, çdo prindi i përgjegjshëm që i do fëmijët e vet duhet të kujdesë dhe të mësojë disa vlera. Fëmijët e mi kanë marrë gjërat në kohën e duhur. Nuk kanë bler kur atlete sepse i ka pëlqyer dhe ka dalë atleti i fundit. Jo se unë nuk kam pas mundësi t'ja bëj, sepse nuk ka nën që nuk ja bën fëmijë, lën veten e vet për fëmijët, por t'i treguar që nëse është një gjë e domosdoshme, pra i futuj atleti ose kusa i do ta marri. Por nëse është një kapriço në një moment që ti ke gjëra më të rëndësishme, nuk e vlerëson më pastaj. Atëherë dhe unë mendoj që vjen me moshë. Vjen me moshë, tani ata janë pjekur, i kam krah, i kam aty, t'japin men. Kjo është suksesi më i madh. Po, edhe janë dashuri. Nuk ishte si se të ndodhte ndryshe, po dhe fat shumë i madh që Zoti ta mundson se fëmijët e mirë faktikisht janë risk, ose bëhen sprov ose bëhen risk. Unë mendoj që risku është patjetër, por unë mendoj edhe atë çfarë ti jep ke fëmijët tuaj. Nuk ndodh asgjë rastisht, ma beso. Edhe genetika. Geni nuk diskutohet, domethënë ka një gjë që është shumë e vështirë që ti ta luftosh, është geni. Dhe unë mendoj që është gati absolutisht e pabërë. Është geni, vjen. Nëse ti nuk e ke parë gjë, ti shikon një veprim për shkak të një njeriu që nuk është më ke fëmia jote dhe ti thua si ka mundësi, është geni. Rrihet më gjatë. Por unë mendoj që ne prindit kemi detyrë, sepse fëmijët nuk rriten vetë. Prandaj janë të ndryshëm sepse ne jemi të ndryshëm. Ajo çfarë ne ofrojmë fëmijëve, forma, mënyra se si ne i ofrojmë, prandaj fëmijët janë të ndryshëm. Prandaj edhe ne jemi kujdestarët e fëmijëve dhe është përgjegjësi dhe misioni jonë. Në tokë, ky është misioni jonë. Të rritesh fëmijë të mirë dhe të bëhen të mirë për komunitetin dhe për gjithçka tjetër. Dhe sidomos rëndësia e familja që sot është zbehur dukshëm. Është zbehur dukshëm për shumë faktorë sepse është bërë dhe me dashje kjo gjë. Edhe me dashje pa diskutim, por filloi që nga familja e madhe, nga farefisi, pastaj derisa u sulmua në bërthama dhe sot unë jam rritur në një familje të madhe. Domethënë ka qenë gjyshja, periudhë pastaj fillimisht ka qenë. Sot shikoj si ëndër se sot edhe e di që ka qenë e bukur, ka qenë shumë e bukur. Tani shikon njerëzit që dera është e mbyllur, nuk ka më njerëz, unë nuk jetoj dot vetëm. Domethënë unë kam një gjë që i trëmbe më është vetmia. Nuk mundem. Unë dua njerëz. Mos na lën Zoti pa njerëz. Unë nuk kam hëngur kur gjellëm, ne nuk e kemi hëngur as ke mami im. Babai im, domethënë unë dhe motra, ne gjithmonë kemi pas njerëz tjerë, gjithmonë për drek, nuk ndodh edhe për darkë. Ashtu ndodh edhe ke mua. Neve për shembull dhe te kalaja ne hajm gjithë bashkë. Nuk është se unë haj veç, dhe ato që unë i kam në punë hajnë veç. Jo, ne jemi bashkë. Ne dhëmë përcjellët i marrim bashkë, sepse unë mendoj që në punë është shtëpia dytë. Ne më shumë rrim me njëri tjetrin se sa rrim me njerëzit e shtëpisë, me thënë drejtë. Dhe i kam thënë edhe në fillim, unë nuk dua që të vini në punë me zor.
dua që kur të vinë nga puna, të vinë me qejf. Kam një ekip të shkëlqyer, si ke Kalaja që e kam pas që më përpara, si ke hoteli, I kam përzjedh që është e vërteta, sepse kishim një 2 për shembull. Ai infekton njerëzit sepse në fakt ja induktoj për të kuptuar ku janë limitet e mia. Ti flet me shumë dashuri për njerëzit. Po, I dua. Asnjëherë I do, kjo është I do, nuk kam dëgjuar ndonjëherë kur të flasësh jo mirë për dikë. Bëhet fjalë. Mundohem, jo se s'kam folë ndonjëherë, se për varet nga momenti që është dashur, por në përgjithësi I dua njerëzit. I do njerëzit dhe flet me shumë dashuri për njerëzit. Dhe kjo është ajo. Nuk e di thelbi. Shikoj, unë vjet kam pasur 3 operacione për 1 muaj gjys. Kisha një problem shëndetësor goxha të madh, por që më zgjati edhe 9 muaj përpara me dhimbje me gjëra. Ma beso Klodin që kur kam ardhur, bro, rritja e punëtorëve të mi, që unë arrita, nuk ta shpjegoj dot. E di si më thon Klod, kur nuk jeti këtu, Kalaja nuk ka fare frym, nuk ka energji. Sa hyke dera ka një lloj energjie ndryshe. Më ka bërë përshtypje një moment, një gjë shumë e bukur. Disa vite përpara një mikesha ime më kërkon një nga hapësirat e mia dhe më thotë të lutem, thotë, do vinë thotë një shkrimtar nga Kosova, por që është shumë I dëgjuar, thotë, dhe do të bëj promovimin e librit tek juve. A mundemi? Shëqyr Zotit, ishte ambienti poshtë. Po unë atë ditë nuk isha në një konferencë dhe me zotrin që kishte promovimin dhe me njerëzit pra shkrimtarët e tjerë, takohem tek dera Kalas. I thot mikesha ime, thot, kjo është zonja Toptani, thot, unë I dhash dorën, I përshëndeta, dhe më kërkoj leje dhe më tha, mund të them diçka zonjë ta? I thash, patjetër, mendova thash se nuk e di çfarë do më thonte. Një nga shkrimtarët, ishte një burr diku në moshë 60 e pak vjeç, po duket se ishte fisnik. Edhe tha, tani po e kuptoj, tha, pse këto gur flasin. Se bukur. Edhe për një moment ngela edhe tha, ma beso, tha, energjia jote bëri, tha, që realisht tha ky vend të shkëlqej. Nuk e di, tha, e ke kuptuar, tha, por unë tani se ja po ja shpjegoj, ka një gjë këtu, ka një energji ndryshe. I thash të falenderoj dhe realisht ka ngel disa gjëra që në jetën time kanë shenju, që ti të bësh më e mirë, pra ti të vazhdosh të ecësh. Patjetër jemi gjithë mëkatar, nuk diskutohet gjithë për mëkate, prandaj në fund ditës lutemi dhe falemi dhe themi Zot për të thënë, se zakonisht njerëzit thonë us bëj mëkate. Patjetër. Po Zoti është një, prandaj është një, vetëm ai është I pagabueshëm, ne të tjerët pastaj jemi njerëzor, kemi misionet tona, na herë bëjmë gabim. Po janë ca gjona që duhet me I bë, për shembull që ti mos zihen shoqet, mundohesh që tresh njërin, tresh tjetrën që të bëhen bashkë, që mos është problem shumë I bukur, është problem shumë I madh që të bashkosh njerëzit ose të mendosh në jetë. Unë kam shumë problem që njerëzit të kenë debate me njëri tjetrin, unë mundohem gjithmonë të bëj bashkë, nuk e di sa arrit. Po dashurin për Zotin, kush ta ka futur në zemër? Si ka ardhur? E kam të njëktuar, të dyja gjyshet e mia kanë qenë besimtare, njëra nga gjyshet ka marrë me dresën. Kjo është I njëktuar. Dhe si duket është ajo geni rrjedh, ne jemi unë dhe motra ime dhe ajo është besimtare shumë e madhe, djali, goca e atyre. Domethënë është nuk di, unë dua dua të cek një moment që ku e kam prek atë dashurinë ose limitin më të madh Zotit ka qenë qabe. Ma beso, ndjenja që domethënë ajo çfarë ti ndjen në qabe, unë mendoj që nuk mund ta ndjesh dhe nëse ti do më kërkosh që unë të ta shkruaj, që unë shkruaj shumë bukur, por nuk ka ndjenjë që mund ta përshkruaj, nuk ka fjalë që mund të përshkruaj. Unë mendoj që ajo ndjenjë nuk shkruhet, nuk përshkruhet. Mua ma kishin thënë përpara, por atë çfarë ndjen ti vet atje, aty kupton që Zoti dhe fuqia është aq e madhe sa është jashtë atyre që ti ke perceptuar si njeri. Kjo është, sepse në fakt ne mund të flasim, mund të lexojmë libra, mund të flasim me terma, por kur e përjeton dhe e prek gjën është komplet ndryshe. Dhe ti në fakt ajo që vëret shumë re tek ty, do ta them kështu publikisht, është kjo që e ke ndjesi komplet fetare. Domethënë, okay, mund të flas edhe unë, mund të flas dikush tjetër për fen, po tek ty është komplet shpirtërore. Edhe ke ndjesi. Unë nuk e kisha lexuar Kur'anin. Dhe domethënë je tamam e mbështetur te Zoti dhe flet më shumë natyrisht këtë gjë. Janë shumë gjëra që ndoshta nuk më lejohen me feti them tut, sepse unë fatmirësisht kam disa njerëz që marrin vesh shumë nga feja që unë tu mund të themi çfarë të duash ti, sepse është janë disa gjëra që nuk duhet, sepse thot edhe hoxha që mua kam kështu si mentor, domethënë Mondin, unë kam kështu një nga njerëzit që domethënë nuk di. Kush është mentori? Është hoxha, ai në fakt është shkolluar në Arabi, domethënë Mond Çifliku është domethënë një nga njerëzit që realisht unë kur ulem me te, edhe ai thotë që ti je nga ato gratë vetme, sepse realisht nuk
ka, se ai nuk ulet me gra, po nuk e di, me mu ka një afrimitet, domethënë të jashtëzakonshëm. Unë e pyes atë për një gjë dhe neve mund të rrim dhe 6 orë, është një tavolinë e madhe kur ne mblidhemi, ai nuk lodhet kur duke na shpjeguar, por gjëja që vlen për t'u theksuar është që dy momente. Një moment që ai ato çfarë i thot janë të mbështetura aty ku ai thot, dhe e dyta, nëse ai nuk ka një përgjigje, nuk ta thot kur. Ai pyet profesorët e vet në arabi dhe pastaj të rikthehet me përgjigjen, sepse thot është më mirë mos flasësh se sa ti t'japësh një mendim që nuk është i drejtë. Sepse ti shtremon atë gjën dhe ai tjetri e merr ashtu shabllon dhe pastaj devijohet gjëja dhe në fe nuk duhet. Në fakt, feja islame për hir të së vërtetës është një fe që ka përgjigje për çdo pyetje. I ka, patjetër. Dhe i ka shumë të sakta. I pa diskutim. Sot shkenca, Harvard, këto studimet kanë filluar të nxjerrin çdo gjë që është në Kur'an, që ndoshta kur lexon për herë të parë ti nuk e kupton realisht. Duhet të ish dhe pjekur për ta kuptuar. Patjetër, po prapë dhe shkenca po i zbulon vitet e fundit. Po sa gjëra kiti në shkencë që është një gjë e mbi natyrshme. E thon. Po, edhe doktorët shkenca deri këtu. Shiko, un kam vënë re që shumë doktorë për shembull çfarë un kam pas afër, nuk është se besojnë 200% tek Allahu, tek Zoti. Por ma besoj që i kam bërë një pyetje të jo të drejtë për drejtë, po pak kështu. Dhe i kam pyet një nga doktorët që unë kam mik, e kam zemër. I thash, a mund të bëj një pyetje? I thash, në jetën tënde, a ka ndodhur diçka që ty domethënë të ka lënë pa fjalë kur ti ke operuar, se ti mendon se i ke gjërat në dorë. Shiko, tha, nuk e di çfarë force është, po ma beso, tha, në shumë raste që ne doktorët nuk kemi dhënë shpresë, kemi thënë që deri këtu nuk bëhet, ka ndodhur mrekullia. Dhe aty ti e kupton, tha, që nuk di ta them, tha, është forca e Zotit, e Allahut, apo nuk e di këtë, tha, se normalisht duhet të jesh dhe besimtar që ta kuptosh. Por ai e ka shumë të qartë që ka një gjë për te njerëzore. Dhe unë them, po të shohësh anatominë për shembull të trupit, ti nuk e kap doktori njeriu. Nuk e kap doktori. Një shikosh natyrën, nuk e kap doktori njeriu. Domethënë janë disa gjëra që janë aq në perfeksion. Sa ti nuk i jep dot shpjegim, sa do i zgjuar edhe i më çuditësh. Prandaj ai Zoti që është edhe shoqërimi me njerëz që dinë në fakt, sepse unë këtë bëj. Nuk domethënë unë pyes shumë, jam natyrë që pyes shumë, po pyes ato njerëz që dinë më shumë se sa mua. Sepse nuk dua, po nuk dua të më ndryshojnë rrjedhën e gjërave, sepse marr gabim edhe unë e përcjell gabim. Këtë nuk dua ta bëj të paktën me dashje. Se mund ta bëjmë ndoshta pa dashje, por jo me dashje. Dhe prandaj pyes këto njerëzit, për shembull unë dua ta theksoj këtu që nuk e di, unë nuk e dija, po kam shkuar në Qabe, pyet Hoxhën edhe i thash, Hoxh, kam nevojë tash të di diçka, e pyeta që këtu në fakt kisha bërë një listë gati. I thash për të marrë se vapet, ne që jemi gjallë edhe ata që nuk janë, pra gjyshet e mia të cilat nuk shkuan dot në Qabe. Thash çfarë unë duhet të bëj? Përveç ujit patjetër që unë e di, pra që ti mund të hapësh pus, pa diskutim, asaj sadakas që ti bëm, to i dim. Këtë që unë nuk e dija dhe e mësova kur unë do hikja në Mekë. Dhe më thashë ti do bësh një listë të njerëzve që ti do, të gjallë, dhe të njerëzve që ti nuk i ke më, pra që janë në botën tjetër. Ne do blejmë Kur'an jashtë Qabes. Morëm Kur'an. Dhe ata të pyesen, ti Kur'anat i do për përdorim vetjak apo i do për Qabe, për sadaka? Edhe unë me thonë drejtën i kisha bërë njët për t'i futur në Qabe. Ato vullosen, futen brenda dhe kanë një gjë që është shumë e mirë. Sa herë ato hapen, ne të gjallët edhe ata që nuk janë më marrin se vape, por ka dhe një gjë që ishte shumë interesante, që dhe nëse ata prishen ose grisen, restaurohen dhe nuk dalin kur nga Qabja. Dhe unë këtë gjë e kam bërë dhe dua t'ja them dhe njerëzve të tjerë, ndoshta ato e din nga ka dhe njerëz që nuk e din. Unë nuk e dija. Po, do unë kur e kam parë për herë të parë jam mrekulluar në fakt nga kjo. Unë e kam bërë me thënë drejtën. Edhe unë e kam bërë dhe jam shumë e gëzuar që kam bërë. Hoxha, sa qese të tjera ke, se kisha një 4-5 qese, nuk e di me sa Kur'an më i thash kam të tjerë, i thash po marrojën e parë. Kur të vjen e dytë. Dhe na ndaloi viles policia ke dera dhe nuk po kuptonte çan gjithë ato, se ne ishim 4-5 veta me gjithë ndaj. Edhe i tha zonja tha i ka bërë tha për Qaben, por nuk ishte gjë më të bukur. Ja ose umre që ti e bën për gjyshet ose për njerëzit që kanë ndëruar jetë. Gjë më të bukur, shpirtërore, ndjesi më të bukur shpirtërore nuk ka. Edhe lidhje jashtëzakonshme. Nuk ka.
Më vjen shumë mirë për këshillën që ti na dhe. Nuk di se çfarë mund ndjesh në atë vend. Është një gjë që nuk shkruhet, nuk përshkruhet, duhet vetëm ta provosh. Ta provosh inshallah mund të Zoti. Lutemi çdo person që ka dëshirë ta arrijë inshallah. Ka ndonjë lutje specifike që e bën çdo ditë? Më ka thënë një gjë shumë bukur, patjetër bëj shahadetin e gjitha këto me radhë, surën Fatihan që është patjetër nona e Kuranit. Çfarë unë di, ato gjërat që unë i bëj, Arijetin Kursi, nuk diskutohet për pjesën e për folmes së syrit, çka kam mësuar ç'a di. Por një gjë që më ka thënë hoxha, tha, shiko, ti lutu, tha, se nuk ka shans në këtë dyrë lutja të kthehet mbrapsht. Dhe atje mësova se si të lutem. Patjetër lutjet që ne i dim se janë lutjet që janë 5 vaktet e ku diu me radhë, por një lutje tjetër që domethënë si unë ta bëja. Unë për shembull thoja kështu, dhe ashtu e dija. Po mund ta ndash. Për shembull Zot më ndihmoi, supozojmë që kam këtë problemin edhe ma zgjidhe, jo, unë mësova të lutem ndryshe edhe merr dhe natyrshëm. Them po Zot, ma drejto ti këtë gjë. Pra këtë problem që unë kam, si të jetë më e mira, ti e vendos dhe ti e di. Më përpara lutesha si doja unë, pra ta fitoj ta bëj ose ku di unë ta marr. Jo, nuk është ashtu. Dhe ma besoj që është lutja më e mirë, sepse nëse ti mendon që ja ke lënë dorë Zotit, nuk do jetë ajo që ti kërkon, po të jetë shumë më shumë se sa ti ke kërkuar. Shumë herë më shumë dhe shumë herë më mirë dhe më e hajri se ne çfarë mund të kërkojmë shumë gjëra dhe ne nuk e dim. Ne shtymi derë që ndoshta ka derë mund të jetë gjë që s'duhet. Edhe pastaj shikojmë që kur tapet ajo dera madhe atë kupton që po dhe kjo gjendja se besimtari prandaj duhet të jetë gjithmonë i qetë edhe të reflektoj gjithmonë dashuri, kështu siç reflekton ti sepse ja lë çështjen Zotit. Unë ja kam lënë Zotit kur i kam lënë jetën time, shika unë në momentin që do ikja në Qabe, ne kishim vendosur që do iknim para pandemisë. Unë mbyllën dhe nuk shkuam. Unë isha në spital, ka qenë ditë e premte, ku unë bëra interventon e parë, operacionin e parë, dhe doktori thotë ditën e hënë, në emergjencë duhet të operohesh, më thonë ishte operacioni dytë për heqjen, se unë kisha një blokim të kanalit të tëmbëtit, po që ishte vdekje prurës, sepse blokoi pankreasin, mëlçin edhe pjesën e zorrës. Edhe unë në një moment ngela kështu i thash, a mund të kërkoj diçka? Po, tha, një doktor, nuk di domethënë një dashuri. Unë në Itali kam pas eksperienca shumë të mira dhe nuk e di, ato janë njerëz të shkëlqyer, janë besimtar të fesë katolike, po janë besimtar në fonditës. Njeriu mjafton të besojë. Unë nuk operohem dot, i thash ditën e hënë. Tha mu pse? Thash po unë të dielën nisem, i thash në Mekë, në Qabe. Një moment ngeli, pasi duke sytë e mia dhe tha, që nuk të ndodhi asgjë për 5 ditë atje, sepse do kesh Zotin me vete. Unë do t'jap një ilaç, tha, që ti vetëm do ta pish, ama ditën që ti do zbresesh në aeroport, të duhet të vish urgjent. Shkruaj ke grupi. Hoç, unë do vi në Mekë. Pasi mbaruam gjithë ritualet, hoxha tha kështu. Tani tha Zoti vendosi që ti tishe, se unë u trej më pak, tha, se mendova, tha, që Zoti nuk donte që ti të shkoje. Fakti që mua ndodhi kjo, por si duket, tha, pa që ti vure, tha, jetën tënde, shëndetin tënd para kësaj gjëje, dhe ja ku je. Ma besoj që se kam ndjerë, mua më kapte kriza në Tiranë 2 herë, 3 herë në ditë, mua as në avion, as në Mekë, as në Medinë, në as një vend, unë nuk e kam ndjerë që kisha këtë problem. Por Allahun e madh. Nuk kisha, nuk e harrova fare. Dhe duhet të them një gjë shumë që më ka ndodhur. Unë jam shumë e dhënë mas punës. Me thëmë punoj shumë orë në ditë. Edhe kur hiki, unë nuk para kam bo pushime, po kur do që kam qenë qofë për operacion tjetër, për i gjë tjetër, gjithmonë kam shkrujt ke punët, qa po ndodhë, si po bo, porosit. I vetmi vend, jo me dashje, më ka ndodhë, nuk e kam bërë me dashje, pra nuk futa koshjencën time që them shiko se unë këtu do të ndaloj punën dhe do mere me këtë gjë. Ndodhi, unë kam harruar që unë kush isha këtu, çfarë bëja këtu, çfarë ndodhte me punën. Kjo gjë ka ndodhur edhe mua. Unë jam shumë fiksuar dhe me djalin, gjithkohë se e interesohem, e kontrolloj. Atje jam habi që s'më ran ndërmend. Jo, unë mendoj që është një lidhje tjetër, sepse ti ke shku për të marrë se vapet e tuaja, për atë lidhje shpirtërore. Edhe për vapet s'mendon, duket sikur ti lidhesh shumë me hynoren dhe toksoren. Nuk di ta them, nuk e shpjegoj dot. Unë nuk e shpjegoj dot, nuk di. Më pyetësh, por nuk ta them dot se çfarë. Zoti na bëf që të shkojmë gjithmonë edhe jam mësuar dhe atyre që nuk e kanë provuar, sepse është realisht një ndjesi që nuk e dia mund ta provoj dot njeriu në një vend jeton, vetëm aty, është vetëm një moment. Është nuk e di, është një ndjesi, domethënë që nuk ndodh kurrë. Të falenderoj shumë për këtë bisedë kaq të bukur.
E kam shijuar jashtëzakonisht shumë, uroj që edhe dëgjuesit që na kanë ndjekur ta kenë shijuar po aq shumë, për ta mbyllur ke një mesazh ose një këshill ose çfarë mund të lësh si për mua është shumë e rëndësishme një gjë, që sado i madh ti të bëhesh, sado i pasur ti të bëhesh, sado ti të ngrehesh në detyrë, kur mos ndrysho, mos harro nga ke ardh, mos harro kush je dhe mos harro të ngelesh njeri. Mos ia fal shpirtin parës. Mua kjo është këshilla më e madhe. Kjo është këshilla më e bukur dhe më e vlefshme. Uroj që ta kenë dëgjuar dhe të kenë përfituar sa më shumë njerëz nga kjo biseda jone e sotshme. Të falenderoj jashtëzakonisht shumë. Ishte shumë bisedë e ëmbël, lekëndshme siç jeti vetë. Edhe si gjithmonë kur ne ulemi dhe ne nuk na del një podcast praktikisht të bëjmë një podcast. Unë mund vazhdoj edhe deri nesër. Edhe unë. Sepse unë nuk jam shumë e madhe në moshë, nuk jam shumë e vogël, por në jetë kam pas histori të Ti je vërtet, Klodi, dhe kjo të bëj që çdo histori që ti të thuash të jetë shumë e bukur. Mendoj që merri më të mirën e asaj çfarë ndodh në jetë, sepse ma beso nëse ti mëson nga ato dhe mos i bësh më, nuk ka gjë më të mirë. Unë kisha përgatitur disa pyetje, po sigurisht që nuk bëra asnjë. Sepse kam shkuar shumë bisedën edhe shiko, ato që dëgjojnë dëgjuesit në fakt këtu mund të dëgjojnë edhe të lexojnë midis rreshtave, sepse do apo nuk do, ato janë prekur këtu, po ndoshta në një mënyrë më të tërthort, jo të drejtë për drejtë. Pa diskutim që po, kështu që të falenderoj shumë edhe një herë. Faleminderit edhe juve që na keni dëgjuar deri në episodin tjetër, mbajini zemrën hapur dhe kurajën në shpirt. Mirupafshim.